Në ekranin e Vision Plus merriet një program që pritet të trazojë mbrëmjet e së premteve. Podcastro, emisioni më i ri moderuar nga artisti i njohur Castro Zizo. Me stilin e tij unik, humorin e mpret dhe mënyrën provokuese të thënit të gjërave troç, Castro premton të sjellë një format ndryshe, larg kornizave klasike televizive. Podcastro vjen si një mix midis një podcasti klasik dhe një late night show, kaq le të themi mund të them, edhe në skenografi, edhe në koncept, edhe në strukturën e vet. Do të jetë aq intim saqë edhe le të themi zbavitës. Çdo të premte njerëzit kalojnë një javë le të themi të vështirë në të gjithë problematikat e tyre, të pasurit dhe të varfrit. Qëllimi kryesor i podcastros është që të zbavisi duke dhënë informacion. Podcastro do të jetë një hapësirë ku bisedat nuk censurohen, ku të ftuarit vjen përballë pyetjeve që zakonisht nuk bëhen dhe ku aktualiteti, arti, politika dhe fenomenet sociale marrin një tjetër dimension. Energjia e Castros dhe qasja e tij direkte do të kthejnë studion në një arenë të mendimeve të forta, por edhe të momenteve plot humor. Ditëm që do të jenë ata që në mënyrë klishe i quajnë personazhe, unë nuk i quaj të tillë, unë i quaj njerëz jetues, të famshëm apo jo, do të vinë me historitë e tyre sigurisht edhe me aktualitet. Një element me shumë rëndësi që unë kam insistuar që të jetë në format është edhe këndi le të themi ose hapësira që i dedikohet muzikës folk shqiptare. Do të vitë çdo javë nga krahina të ndryshme, ajo që ndoshta është cilësuar edhe pak si demode, duke anashkaluar ne, do të vinë në formën më të mirë, më cilësore, që familjet, njerëzit, kushdo, plus 16, le të themi, do të argëtohet çdo të premte. Premiera do të jetë sonte në orën 21 në Vision Plus, një takim i përjafshëm që premton surpriza, histori të pazakonta dhe shumë të vërteta të pathëna.